është si t'i japësh dikujt drejtën të flasë në mes një stadiumi, ku 100.000 altoparlant transmetojnë vetëm zhurmë. A ish i lirë, po e vërteta e ti nuk dëgjohet. Dhe më keq akoma, çfarë kemi parë këto ditë, lidhur me ata që nuk kanë ndarë të njëjtin vendim me sheshjen e xhirimeve, është e frikshme. Dhunim i vazhdueshëm online, kërcënime. Unë i kam të panumërta ankesat e njerëzve që mbasi kanë mbyllur profilet e tyre, i kanë marrë kërcënimet në telefonat e tyre. Dhe, natyrisht, ja kanë përcjellë policisë. Po edhe policia çfarë do bëj? Me mesazhe që vijnë nga lloj-lloj drejtimesh të paditura. Sfida më e madhe e kohës që jetuam ishte liria shprehjes, sfida më e madhe e kësaj kohe është liria e fakteve. Sepse demokracitë nuk rrezikohen vetëm nga ata që ndalojnë të vërtetën të flasë. Rrezikohen nga ata që e mbysin në një lumë të pafund gjeshtësh. Shikoni Fatos Lubonjën. E kam sjell në këtë mes si emër edhe një herë tjetër, pas shumë vitesh që Fatos Lubonja me të njëjtën pafytyrësi, të atyre që mbronin gënjeshtrën, që atë e mbajtin burg, dhe i kërkonin llogari për gjëra që si kishte bërë, duke i prezantuar dëshmitar të rrem, dhe duke i ngritur akuza alucinante, kërkon llogari nga unë për Arubën. Fatos Lubonja. Aruba. Edi Rama thot, do t'japë llogari për Arubën. Unë di që në të gjithë historinë e njerëzimit që kur janë vendosur rregullat e qytetërimit romak, llogaria jepet mbi bazën e fakteve. Dhe kur nuk i takon atij që akuzohet që të provojë që ai nuk është ai për të cilën akuzohet. Çfarë vlerë ka që unë them nuk kam qenë kur në Aruba, nuk e di fare për çfarë bëhet fjalë se ka ndodhur në Aruba, nuk kam dërguar kur njeri të shkojë në Aruba, s'ka si vlerë. Fare. Sepse ndërkohë Aruba është bërë vërtet. Është nxjerrë në këtë fushën e algoritmit, është ricikluar në pafundësi dhe është bërë vërtet. Siç është bërë vërtet që unë jam një konsumator kokaine, kjo është bërë vërtet. Dhe fjala drogagji, ikmor drogagji, o drogagji, është një refren që mua më ndjek si një vërtet. Siç është e vërtet që unë kam akuzuar Timat për marrëdhënie me time shoqe dhe për atësinë e djalit tim, është e vërtet. Është bërë e vërtet. Çdo që them unë, nuk kanë pasur asnjë rëndësi të gjitha letrat që kanë dalë më parë se si është bërë gjyqi e tjerë, nuk kanë frymëzim. Algoritmi këtë gjë e ka bërë përfundimisht vërtet. Siç është bërë vërtet që unë jam një kusar që marr pjesën time nga çdo gjë që ndodh në Republikën e Shqipërisë, është bërë vërtet. Çfarë rëndësie e ka se çfarë them unë? Natyrisht që për këtë arsye unë nuk e them këtë gjë rregullisht, se s'ka si vlerë. Janë bërë të gjitha të vërteta. Sepse nuk jemi më në një marrëdhënie sociale, politike, demokratike. Jemi në një laborator.
në një laborator ku në kohë reale algoritmi, viraliteti, simbolika dhe gënjeshtra prodhojnë një realitet paralel që shumë më shpejt se sa faktet gjejnë rrugën e tyre, është bërë e vërteta. Dhe faktet janë vetëm përpjekje të dëshpëruara për të mohuar të vërtetën. Atëherë çfarë mbetet për të bërë këtu? Ajo që mbetet për të bërë, të dashur, është që ne të refuzojmë të ndjekim çdo dallgë. Është që ne të qeverisim Shqipërinë sipas kontratës që kemi me popullin shqiptar dhe jo sipas algoritmit.